Dashi. Për të përmbushur qëllimet tuaja në lidhje me karrierën tuaj, duhet të qëndroni më të qëndrueshëm në kohën e tanishme. Mbajini ëndrat tuaja, por mos harroni se duhet të jeni më realist në mënyrë që t'i realizoni qëllimet tuaja në kohën e tanishme. Demi. Mund të ndihesh sikur të gjitha ata me të cilët komunikon në lidhje me çështjet e punës din diçka që ti nuk e di. Mos e lejo kjo paranojë të ndikojë në performancën tënde. Hiq dorë nga kjo dhe përqendrohu te puna jote në vend të atyre emocioneve të çuditshme. Binjakët. Sot është një ditë e mirë për ju që të kryeni çdo lloj kërkimi që duhet të bëni në lidhje me punën tuaj. Nëse jeni në kërkim të një punësimi të ri, kjo është një ditë fantastike për të shfletuar njoftimet online për të gjetur punën që dëshironi. Gaforja. Do të jesh në një pozicion të mirë me njerëzit me të cilët punon sot. Të tjerët do të njohin dhe do të vlerësojnë për gjaktësinë dhe etikën tënde të qëndrueshme dhe të besueshme të punës. Sigurohu që t'i përmbushësh pritjet e tyre. Kjo do t'ju çojë drejt suksesit. Luani. Një cikël i ri pune fillon sot që ka të ngjarë t'ju sjell shumë fat në lidhje me karrierën tuaj. Kjo është një kohë e mrekullueshme për të planifikuar një rritje page ose ngritje në detyrë. E meritoni dhe me siguri do ta merrni. Virgjëresha. Mund të ndiheni të frustruar sot kur ndiheni të kufizuar nga rregullat dhe traditat gjatë kryerjes së punës suaj, të cilat i konsideroni të vjetruara. Mos keni frikë të komunikoni me eprorët tuaj për këtë çështje, por sigurohuni që të keni një plan të mirëfillt përpara se ta bëni këtë. Peshorja. Mund të mos jesh aq i gjallë dhe optimist sa je zakonisht në punë sot, por lajmi i mirë është se do ta kryesh punën tënde. Efikasiteti yt sot është i jashtëzakonshëm për sa kohë që mund ta mbash veten të përqendruar në detyrën që ke në dorë. Akrepi. Lista që bën në fillim të ditës me gjërat që duhet të arrish zvogëlohet shpejt ndërsa e përfundon punën me efikasitet dhe pa mundim si zakonisht. Sigurohu që ta përgëzosh veten për gjithçka që ke arritur sot. E meriton. Shigjetari. Qasja juaj e çrregullt ndaj punës nuk do të fitojë shumë pikë të shefi sot, ose të kolegët klientët tuaj për këtë çështje. Kjo është një kohë e rëndësishme për ju që t'u tregoni të tjerëve se jeni praktik pavarësisht tendencave tuaja të çrregullta. Bricjapi. Sado që mund të dëshironi të ecni përpara sot, është më mirë të ngadalsoni. Përdoreni këtë ditë për të planifikuar, jo domosdoshmërisht për të vepruar. Tregojuni njerëzve në vendin tuaj të punës se nuk do të bëni një hap tjetër pa qenë në një themel të fortë. Ujori. Askush nuk do t'ju marrë seriozisht ndërsa bëni punën tuaj sot, nëse nuk keni fakte të forta dhe prova konkrete për të mbështetur atë që thoni. Nëse duhet të bëni ndonjë lloj prezantimi virtual, sigurohuni që të jeni të përgatitur mirë. Të tjerët do të shohin boshllëqet në planin tuaj. Peshqit. Normalisht ju pëlqen ta lini mënjan kujdesin dhe ta lini fatin t'ju ndihmojë të përballoni çdo plan të ri pune. Sot është dita për të bërë të kundërtën. Merrni një qasje më të rezervuar dhe sigurohuni që të keni një ose dy plane rezervë.